Këngëtarja e njohur kosovare Dafina Zeqiri ka rikthyer vëmendjen e publikut me publikimin e projektit të saj më të ri muzikor, të titulluar Xhane, një këngë që pritet të bëhet shpejt pjesë e listave më të dëgjuara. E njohur për stilin e saj unik, energjinë skenike dhe eksperimentimin e vazhdueshëm me zhanret, Dafina vjen këtë herë me një produksion modern, që ndërthur ritme bashkëkohore me element emocional dhe një interpretim mjaft të ndjer. Xhane është fryti i një bashkëpunimi të zgjeruar artistik, ku kanë dhënë kontributin e tyre Beny Beye, Rilinda Limani dhe Lenoq, emra të njohur në prapaskenën e muzikës moderne shqiptare. Treshja ka punuar si në krijimin e muzikës ashtu edhe në tekst, duke ndërtuar një strukturë që i përshtatet vokalit karakteristik të Dafinës dhe stilit të saj që shpesh lëviz mes R&B, pop dhe tingujve urban. Teksti i këngës trajton emocione të forta me nuanca dashurie, pasioni dhe ndjenje të thellë, elemente që Dafina di t'i sjellë natyrshëm në interpretim. Një rol të rëndësishëm në realizimin e projektit ka pasur edhe Deart Sulejmani, me të cilin Dafina ka bashkëpunuar për incizimin dhe prodhimin e zërit. Ky bashkëpunim ka garantuar një cilësi të lartë audio, duke vendosur vokalin e saj në qendër të vëmendjes, të pastër dhe të balancuar mbi instrumentalin. Rezultati është një këngë që jo vetëm dëgjohet lehtë, por edhe transmeton ndjesi të forta përmes çdo vargu. Përveç aspektit muzikor, vëmendje të veçantë ka marrë edhe ana vizuale e projektit. Videoklipi i Xhane është realizuar nga Basement, një ekip që njihet për prodhime kreative dhe estetike të kuruar. Klipi vjen me skena artistike, ndriçim të sofistikuar dhe një atmosferë që përforcon mesazhin emocional të këngës. Dafina shfaqet me stilin e saj të veçantë, mes elegancës dhe modernitetit, duke e kthyer videoklipin në një element të rëndësishëm të gjithë paketës artistike. Publikimi i Xhane vjen në një moment kur Dafina Zeqiri vazhdon të mbetet një nga emrat më të suksesshëm dhe më me ndikim në industrinë muzikore shqiptare. Ajo ka dëshmuar ndër vite se di të përshtatet me kohën, pa humbur identitetin e saj artistik. Çdo projekt i saj shoqërohet me pritshmëri të larta nga fansat, dhe Xhane nuk bën përjashtim. Reagimet e para nga publiku në rrjetet sociale kanë qenë mjaft pozitive, me ndjekësit që kanë vlerësuar si melodin ashtu edhe paraqitjen vizuale të këngës. Shumë prej tyre e kanë cilësuar projektin si një tjetër dëshmi të profesionalizmit të Dafinës dhe aftësisë së saj për të sjellë hite që mbeten gjatë në memorien e dëgjuesve. Me Xhane, Dafina Zeqiri konfirmon edhe një herë statusin e saj si një artiste që di të krijojë projekte të plota, ku muzika, teksti dhe imazhi bashkohen në një harmoni të vetme artistike. Ky projekt pritet të ketë jehon të gjerë dhe të dëgjohet gjatë në platformat muzikore dhe në media. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.